mos i jemi jetojmë fshat me shfrytzu tokën, natyrë, shitin e tyne, po çmimet e arrave të ethive janë të mira, janë të kënaqshme. Kam plantacion me arra dhe me lajthi këtu, me kogë, shtenja, rënia, pemë ndryshme, po është edhe një pjesë me pula dikun afër 1000 copa, ndoshta mbi 1000, që mirëmi me këto me ferme, me pula, me këto punë katunit. Në plantacionin e tij me pemë ai ka shtuar edhe pulat si shpezë. Para 7 vite kom fillu i kom bjell arrat, edhe lejthijat, edhe tu e pat nevojshme që hapësira ishte mjaftueshme, kushtet ishin të mira, hije tash pulat kanë, bari kesh mjaftueshëm edhe pse tash e kanë hangër këtu se koha dhe e vjeshtës. E po është arsyeshme me mush edhe me pula, në atë zinxhirin ekologjik me shku pak pemë, shpezë, edhe pasi që çdo ditë isha këtu tu marrë me punë tarrav, lejthijav, edhe tash me pula kujdesem edhe për pula, janë pulat natyrës, kryesisht gjithmonë janë të hapë në natyrë, ujtë e kanë freskët, kujdesi i tyre është maksimal për kushtet që jetojnë këtu, edhe marrim produkte bio, si mishin, si vezën, si gjithë ato, edhe pasioni për bujqësi, për jetën, mos i jemi jetojmë fshat me shfrytzu tokën, natyrën, ato që ka të ke mundësi, me marrë më të mirën e mundshme për vetë edhe nështë edhe një tarme edhe për treg. Ndërkaq, arrat kërkojnë një përkujdes të vazhdueshëm dhe pjesa e fitimit të tyre shfaqet vetëm pas rreth 5 vitëve, kur pema fillon të jap fryt. Po nuk më dhoni statistikë të saktë se ky lloj arrave diku deri në vitin e 4-5 do të më jek mos më lan frutat, se qysh vitin e parë këtu fillojnë me fruta, japin fruta. Po për shkak mu zhvillu edhe më adaptu klimës, do të më vjek. E ka pasë në vitin e 5 dikun 1 kilogram për trup, tarës, në vitin e 6 e kanë dyfishu rendimentin, 2 kilogram, 3 kilogram, si vjetë adash dikun një pas 4 apo 5 kilogram për trup, po si stash më heret, ngriset pranverore e kanë zvoglu rendimentin, edhe nuk kemi pas si vjetë, e kam fjallën për në teritorin tonë, kanë qenë të njëjta këto probleme. Nashta në territoре tjera ka pas mundësi, sikur në Dugagjen ose Nana Morava ose dikun, me pas rendiment më të mirë, se pak varet edhe pej klimës, pej vendit, se ku është. Ndërsa me çmimet e tyre në treg ai është i kënaqur. Çmimet e tregut nuk kum pas rast hala me fillu me shlitin e tyne, po çmimet e arrave të ethive janë të mira, janë të kënaqshme. Nuk ka një pikë grumbulluese dikun që shembull pas vjeljes si qani dorëzon edhe aty. Kryesisht janë shit në për, si të them, në pej njerëzve që kanë ardhur, njerëz kalimtar, njerëz që e kanë njohur shembull, e kanë ditë vendin ku është, kanë ardhur dhe kanë blejë. Në vitet vazhdim shpresojmë që nështë shishat u zhvillu bujqësia dhe të rrit numri i plantacioneve të arrës. Shpresoj që ka me dikush ndoshta e merr një iniciativë dhe bën një pikë grumbulluese, edhe shpresoj të Ministria e Bujqësisë edhe të shtetit që do t'i ndihmon fermerët e arrës dhe të lejthisë, është një kulturë e rejtë që ka fillu me u punu. E ta shohëm, shpresojmë për me shku hapav të Evropës, hapav të shteteve që kanë pasë, që kanë arrit një rezultat mirë me këto, po fermerët është pak problem të na me fillu prej zerës edhe me arrit deri në atë kulmin e lartë.